Zonja dhe zotri, përshëndetje dhe mirë se vini në audicionet në ditën e 10 të Amerikani i pari në lajme. Unë jam Arteon Vredo, ju kam shoqëruar për 10 ditë në audicionet së bashku me jurinë e mrekullueshme, jurinë edhe të pamëshirshme. Sajvir Kodra, Alessio Vinci, Sonila Meço. Sot është dita e fundit dhe në fakt janë të shumë të rinj që kanë këtë shans, po shtyen madje, duan të garojnë kush të hyj i pari, sepse është mundësia e fundit. Edhe sot kemi audicione dhe më pas vetëm në mbrëmje spektakli i madh fillon. Atëherë, ne të filloj pa humbur shumë kohë, dita e 10 e audicioneve. Sofia është nga Tirana. S'ka mundësi me këtë ndjemër t'jesh nga Tirana? Jo, nuk jam nga Tirana, jam nga Gjirokastra, por për momentin banoj në Tiranë, pas jam studente. Sa e dua unë Gjirokastrën. Qa të bëjeti në Gjirokastra, për shembull, të çonim ne tani, thoshim na bëj disa gjëra të bukura në Gjirokastra, disa kronika, reportazhe, qa të bëje? Ndoshta kronikat për Kalan, qytetin, një gazetar në Qëndro ke Kalaja. Pa. Çfarë lajmi do na sillet nga Kalaja? Lajmet kryesore janë që qyteti jonë është i futur në UNESCO, por që kryesisht nuk kemi asnjë ndryshim të Kalas, asnjë fond. Ndoshta kjo është pak shqetësuese dhe do të ishte një lajm, përbën një lajm. Kishte ditëlindjen Kadareja, Pa. para pak ditësh. Si ta bëje ti një kronik për ditëlindjen? Si ta nisje një kronik për Kadare? Fillimisht duhet të filmonim ose të fokusonim shtëpinë e tij. Ndoshta vendet ku ai ka jetuar, të flisnim pak për librat që ai ka shkruar, me çfarë lidhen me historikun e këtij qyteti. Gjithçka në lidhje me librat e tij. Në qoftë se do të kishe ministrin e turizmit përballë, Pa. edhe të kulturës, të dyja bashkë, çfarë do t'i pyesje? Si do t'i vije përpara përgjegjësisë për gjendjen që ka sot Gjirokastra? Duke ditur që qyteti, siç e thash edhe një herë, është pjesë e UNESCO-s, është një nga qytetet të cilët duhet jenë në fillime ose duhet jenë të parët që duhet të kenë një rekonstruksion ose të merren si bazë për të arritur apo për të rindërtuar, për të krijuar. Përse nuk po ndodh asgjë? Përse nuk po ecën? Gjirokastra është një vend që ka një turizëm goxha të zhvilluar. Përse nuk shohim turist? Ku po çalon puna? Ku nuk po ecën? Ke studiuar, Sofia, për? Studioj aktualisht për farmaci. Farmaci. E ti qenta farmacia col giornalismo? E çyn farmacia me gazetarin? Nuk mendoj se ka ndonjë lidhje, po thjesht e kam pasur hobi gazetarin, më ka pëlqyer gjithmonë dhe prandaj vendosa të vi. Un attimo, il tuo hobby è farmacia o giornalismo? Më fal, hobi yt është farmacia apo Jo, gazetaria? hobi im është gazetaria, por studioj për farmaci. Scusa un attimo, ma secondo te il Fai. giornalista non è un mestiere? Sipas te gazetaria nuk është zanat? Zanat është. E come lo fai a Se si fare come rende hobby? bene. Scusa, non ho Si mund capito. ta Io bësh l'hobby të lo faccio zanat durante si il tempo hobby. che ho libero. Unë pëlqen, hobin e bëj në ndoshta kohë do të ta- lirë. Kur kam kohë të lirë. Ndoshta do të vazhdoja shkollë të dytë për gazetari, meqense se fillimisht nuk më doli si shkollë, më doli kjo që kisha vendosur edhe ndaj. Mi descrivi cosa vuol dire hobby? A mund ma përshkruash pak çdo të thot hobi? Diçka që ke qef ta bësh. Është një ëndër. Ëndër. Quando non lavori? Kur nuk punon ama. Vedi Sofia, un grande giornalista italiano, Sofia, një gazetar i madh Luigi italian. Barzini, Luigi diceva che Barzini fare il thoshte se giornalista të bësh gazetarin è meglio che lavorare. është më mirë se sa të punosh. Ma non perché voleva fare il giornalismo part-time, Po jo pse donte të bënte Mentre faceva un altro gazetari mestiere. part-time, ndërsa bënte një zanat tjetër. Jo ma për perché këtë. il giornalismo è una passione talmente grande, Por sepse gazetaria është një pasion aq i madh, talmente comprensiva, che ti prende così aq tanto gjithëpërfshirës që të përfshin të tërën, che ti occupa più di un lavoro. që të merr kohë më shumë se një punë. Non si possono avere due passioni nella vita, S'mund të kihen dy pasione në jetë, per quanto riguarda il lavoro, përsa i përket punës. specialmente se una di queste due è il giornalismo. Veçanërisht nëse njëri nga këto dy pasione është gazetaria. Quindi per me tu non sei pronta per essere la prima sulla Pra, notizia. për mua ti nuk je akoma gati për të qenë te i pari në lajm. Na dhe eksperiencën time personale. Unë desh të sakrifikoja të gjithë studimet e mia që kisha bërë, Pikërisht, kjo është të ajo qenurit që në jetë thash. akademike për të bërë gazetare. Ne kuptova edhe vetë gazetare part-time nuk do mbjetoja kur. Me eksperiencën time Pikërisht, personale prandaj them, thash që vendosja farmacin part-time dhe jo gazetarin sepse kam pasur ëndër. nuk merren në këtë studio vendimet pasi të kemi çuar ne atje. Do të kisha ardhur ti që në fillim tut ne kishe thënë idetë e qarta. Tani u vendos kjo mision. Okej, Sofia, Grazie. faleminderit. Ne të falenderojmë që ishe, Sofia. Nga Gjirokastra. Wow, ke ardhur për të konkuruar. Jo, jetoj në Tiranë. Jeton në Tiranë. Po. Emocionet? Ke në Për pak? momentin, ja.
thjesht disa mendime kështu të rrëmujshme, nuk e di se çfarë do ndodhi, po që emocione ja shumë. Do i selektosh ato mendime apo shumë rrëmuj do i thush atje? Jo, nuk i them rrëmuj. Mirë, okej. Atëherë ti je e dyta. Tani si do duket që ti je ndër të parët në këtë audicion? Po të them drejtën është pak e sikletshme ose pak e frikshme. Jo, nuk është se duhet të mbaroj punë, po që është e rëndësishme të hysh i pari ose i dyti në një audicion, pse jo? Po ndërkohë që mund merri eksperiencat nga të tjerët, si shkuan, si që është tek. Më pëlqen të jam kështu, drejt për drejt, le të ndodhi si ndodhi. Suksese, ta shohim kur dalësh. Faleminderit. Studente e drejtësisë. Po. Esperienza. E drejtësisë. Giustizia. Chi è che disse la legge è uguale per tutti? Kush e tha që ligji është i barabartë për të gjithë? Nuk e mbaj mend. Neanch'io. Asun. Allora, Irda. Cosa vuol dire essere primo sulla Ç'do të notizia? thotë ti jesh i pari në lajme? Ti je i pari që e gjen, që e përpunon dhe gjen mënyrën e dur për të përcjellë gjithëve. Si përpunohet lajmi? Ç'do thotë të përpunosh një lajm? Po unë mendoj se përderisa është lajm dhe përderisa duhet të informohet të gjithë publiku, mendoj që jo të gjithë janë gati që ta shohin në të njëjtën formë të shprehur. Kështu që duhet gjetur mënyra e duhur që ta kuptojnë të gjithë. Të njëjtin lajm të thënë ndryshe apo jo? Jo të njëjtin lajm të thënë ndryshe, por gjetur mënyrën e duhur për ta thënë që ta perceptojnë të gjithë në mënyrën siç duhet perceptuar, sepse nuk mendoj se të gjithë e kuptojnë diçka njësoj. Si mund të jetë më e thjeshtë, si mund të jepet një lajm që në Tiranë një pikë karburanti nga ato që janë në mes Tiranës shpërtheu në flak. Si mund ta bësh të lajm? Ju doni të thoni që mund ta thuash vetëm në një mënyrë sepse rëndësia e tij është e njëjta. Jo, si mund ta bësh këtë që thuat që ta kuptojnë të gjithë, të jetë i pranueshëm për të gjithë. Shpërtheu një pikë karburanti, mori flak. Okej, e rëndësishme është që duhet të përcjellësh këtë informacionin, të tregosh mënyrën se si ka ndodhur, arsyet, nëse ka pasur dëme, qoftë njerëz ose qoftë materiale. Por kur thash, mendon se e kuptojnë të gjithë apo vetëm një pjesë? Këtë po kur thash që jo të gjithë janë gati për ty për diçka njësoj, nuk e kisha fjalën vetëm për një kronik të këtij lloji. Cili është lajmi i vërtet në këtë histori? Ai që është i vërtet në kuptimin real. Lajm. Kush është lajmi për ty në këtë histori? Që shpërtheu një pikë karburanti, që vran njerëz, nuk dua ta them, se unë në kokën time kam një lajm tjetër. Okej, lajmi kryesor është për mendimin tim shpërthimi, sepse ka qenë ajo arsyeja sepse ndodhen gjithë gjërat e tjera. Gjërat e tjera ndodhen përveç asaj. Janë brenda zonave të banuara që nuk janë respektuar distancat. Është ky lajm? Kushtet teknike që janë. Po, sepse përcjell që domethënë ka diçka që nuk shkon. Atëherë bëj një pyetje më të qartë. Midis shpërthimit i karburanti, moszbatimit të rregullave teknike, ndërtimit të atij në ambientet banuara, kush është lajm nga këto treja? Më rëndësishme për mendimin tim është që është ndërtuar në ambientet banuara. Ktu fillon lajmi. Si quaj Irda. Irda, studente në vitet 3 në drejtësi, ç'ne ke dëshirë për të bërë gazetari? Por realisht drejtësia nuk është se ka qenë zgjedhja ime, unë kam mbaruar gjimnazin në profilin shkencor dhe kam dalë shumë mirë me notat, por koeficienti për gazetarin për mua nuk vlente, sepse duke qenë profil natyror ne nuk ishim të drejtë në thonjza që të merrnim deri te profili shkencor dhe juridiku kishte koeficientin e barabartë për të gjitha. Ti doje të studioje për gazetari? Unë doja të studioj për gazetari. Se, sikush doje të bëheshe? Po të them të drejta nuk është se kam një shembull të qartë ose dikoj që unë e admiroj për të mos marrë shembullin tuaj sepse ju kam përballur dhe më merret. Jo, vërtet. Si e shikon? E shikoj vetëm në një studio të madhe, e shikoj vetëm në ngjarje të jashtëzakonshme duke transmetuar live. Unë, më fal. Si e shikoj? Po. Unë e shikoj vetëm në terren. Madje edhe kur flas me miqtë mi, nëse më pyesen për nëse unë do vazhdoj për prokurore, për shembull masterin ose diçka tjetër, unë them që më pëlqen të jem avokate e thjeshtë sepse më pëlqen terreni dhe më pëlqen çështjet që realisht vijnë nga terreni. Dhe në komunikim të drejtë për drejtë me njerëzit. Me njerëzit. Kush është problemi më i madh që ka sistemi i drejtësisë sot? Për mendimin tim, sistemi i drejtësisë nuk funksionon asnjë gjë në Shqipëri. Duke filluar që nga universiteti, pastaj për të kaluar realisht drejtësia, te çfarë ndodh realisht në gjykata ose çfarë do gjë tjetër. Vetëm emrin për mendimin tim ka të tillë. Ale. Io ti vorrei fare qualche domanda di cultura generale internazionale. Disa pyetje kulture të përgjithshme ndërkombëtare. E provojmë. Come si chiama la moglie del presidente degli Stati Uniti? Si ka emrin gruaja e presidentit të Shteteve të Bashkuara? Po, vetë presidenti? Barack Obama.
Quanti figli hanno? Sa fëmijë kanë? 2 goca, më duket? 2. Vicepresidente? Zëvendës presidenti? Nuk e mbaj mend. Presidente francese? Presidenti francez, si e ka emrin? François, mbi emrin se shqiptoj dot sepse nuk di shpërngjisht. Holland. Okej. È sposato? A është i martuar ai? Jo, kam dëgjuar që këtë e fundit do të ndahej nga shoqja, kompanja, fjala e dur. Për çfarë arsye? Nuk e mbaj mend. E bën mirë që se mban mend. Nuk e di. Pse duhet ta di? Nuk e di sepse jam një njerëz që punoj 10 orë në ditë dhe jam dhe në shkollë dhe nuk kam kohë që të bëj gjëra të tjera. Me llafet e franceze, bukur. Cose frivole. Budallalloj që gjëra të lehta, sipërfaqësore. Si quhet njeriu që nuk dallon dot ngjyrat e dashur? Dalton? Që nuk dallon dot ngjyrat. Dalton. Dalton. Con chi confina l'Albania? Me kë kufizohet Shqipëria, me cilët shtete? Ti them të gjitha. Okej, me Malinezi, Kosovën, Maqedoninë dhe Greqin. Capitale? Kryeqyteti Montenegro? I Malit të Zi? O zot, nuk e mbaj mend nuk kujtohet. Della Grecia? I Greqisë? Athina. Della Macedonia? I Maqedonisë? Shkupi? Cosa rimane? Çfarë na mbeti? Prishtina. Irta, ti nga informohesh në mëngjes? Ku zgjohesh? Nga televizori, nga interneti, lexon gazeta, shikon edicione informative? Nga interneti në mëngjes, sepse jam gjithkohës në vrull, domethënë duke dalë më shpejt, po zakonisht ndjek lajmet në darkë kur kam kohë, domethënë kur kthehem, kur mund të jem në shtëpi. Kur kanë mbaruar. E di që po të bësh gazetaren dhe ta kesh të kundërtën e kësaj që the. E di. Arin do t'i bësh të dyja dhe gazetaren dhe shkollën njëkohësisht, se e në vitë 3. Po, sepse për këtë semestër unë nuk jam duke frekuentuar. Pas ke bërë planet, ë? Jo, sepse kam dashur që të bëj një riorientim studimash për të kaluar te gazetaria. I ka ide të qarta, Irta. Unë jam për një të dashurit e mi. C'ha le idee chiare, ma I funit o qeshër qatë të popullit. Io sai cosa mi aspetto? E di se çfarë dalle persone che aspettano prisja nga njerëz që presin kaq shumë për jashta për të bërë një bashkëbisedim për një program të tillë. Mi aspettano che loro non vedano nient'altro. Presja ata të mos shohin asgjë tjetër përballë tyre vetëm mundësinë për të bërë gazetare në jetë. Ndërsa ti më je krijon përshtypjen që për ty fai tante cose bën shumë gjëra se va bene faccio anche la giornalista. Më ecën mirë dhe do bëj edhe gazetare. Nuk është e vërtet, më fal, domethënë nëse e bëj kundërshtimin në këtë lloj mënyre. Jo, kundërshtoj edhe fort. Jo, sepse mund të jepet përshtypja nga CV-ja ime ose nga gjërat që unë kam bërë deri tani. Problemi është që jo gjithmonë një njeri gjen mundësinë për të shfaqur ose për të gjetur atë mundësinë e duhur për të bërë atë që realisht do. Përderisa studimet e mia u bllokuan dhe normalisht unë nuk mund të lejoja vetes që mos ndiqej studimet. Unë po e mbaj, do ta mbaj. E sheh veten si Michelle Pfeiffer në filmin e famshëm kur ju desh nga një prezantuese moti të bëhet gazetare terreni e fortë që përmbyste dhe agenda politike? E shoh veten si një gazetare terreni shumë të fortë, sepse realisht e dua shumë këtë gjë. Dhe mendoj se mund ta bëj shumë mirë. Irda, ti daremo questa possibilità. Do të ta japim këtë mundësi. Do punoje si gazetare investigative? Do më pëlqente shumë. Po. Non gli dare il tuo numero di telefono. Mos i numrin të telefonit, Vabbè. Welcome aboard. Faleminderit. Një po e dashur. Elona. Nika, bukur. Elona ka ajo pika e bardhë që të kapi bukur kamera. Elona, ti ke studiuar për? Drejtësi. Drejtësi? Po, për drejtësi. C'ha 30 anni la nostra amica. 29. Është 30 vjeç. Por duket 21. 29 vjeç, më falni. Faleminderit. Elona, çfarë punon tani? Unë punoj në administratën shtetërore, punoj në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Dhe do të bësh gazetare? Je tashmërishtës? Jo, kam 5 vjet atje. Je, po, që para. I ke mbijetuar rotacionit të pushtetit? Po. Apo rrezikohesh? Jo, i kam rezistuar dhe vazhdoj të jem akoma punojnëse këtij institucione. Hai resistito alla ghigliottina di Erion Veliej? I rezistove ghijotinës e Erion Veliejt, apo jo? Le të themi të gjithë sistemit. Të gjithë sistemit, këtë drejt. Bukur. Elona, shne kjo dëshirë për lajmet, për gazetarin? U gëzova pa mas, po më duke si ëndër kur e pash momentin e para nënqimin dhe nuk arja ta besoja dot. Domethënë që jepi një mundësi e tillë sepse nuk ishte ndodhur më përpara. Unë personalisht nuk kisha arritur të orientohesha për të marrë rrugën për shkuar në televizionet për të aplikuar njanshmërisht. Dhe thash, kjo ishte ajo që unë
unë kërkoja dhe unë prisja dhe mora, do më thënë, dje kam ardhur një ditë më përpare dhe personalisht, pavarësisht se kishte edhe mënyrë elektronike për të aplikuar. Erdha me njëherë, më njoftuan që sot ishte audicioni dhe erdha. Motivi është që unë kam pasur gjithmonë pasion gazetarin. Kam vazhduar drejtsin, ëndra e babait tim ishte a priori ëndra ime, por gjithmonë më ka ngacmuar fakti që unë të ndjek atë që unë kam qef, atë që çdo ditë më ngacmon, pavarësisht se unë bëj punën time në administrat, gjithmonë më ngacmon lajmi, media, gjithmonë më ngacmon ekrani, gjithmonë më ngacmon ajo magjia që ka televizion. Io vorrei sapere se tu vuoi fare questo programma. Dëshiron ta bësh këtë program sepse do të ndryshosh zanat apo do të ndjekësh një ëndër? Unë dua të ndjek ëndrën time dhe nuk do e që asnjëherë dorë, pavarësisht moshës që do kem. E perché aspetti un programma televisivo per inseguire un sogno? Po pse pret një program televiziv për të ndjekur një ëndër? Për shumë arsye sepse mendoj, për qenë sinqert jam njeri përgjegjshëm, kur marr përsi për të bëj diçka, unë impenjohem aty. Por ëndra të ngacmon nga brenda. Unë jam njeri që jam përfshirë në punën, në profesionin tim që kam vazhduar për drejtësi dhe kjo pjesë nuk kam pasur mundësi që ti impenjohem. Çfarë nuk të pëlqen në lajmet, në edicionet informative? Çfarë nuk të pëlqen? Çfarë nuk më pëlqen? Personalisht mua më pëlqen shumë edicionet e lajmeve dhe i ndjek pafundësisht zëri kanalin në ndrojë sa një të tjetri. Nuk ka diçka që do doje ta ndryshoje? Do doja që gazetarët ose ata që prodhojnë një edicion informativ, që nga spikeri apo ata që përgatisin, të mundohen të përcjellin sa më shumë mesazhe popullit, për t'i thënë që nuk është në dorën e një force apo një tjetër mekanizmi për ta ndryshuar të popull, për ta arritur të popull, por për t'i përcjellë mesazhin që është ai nga i cili buron çdo gjë. A me sembra che questa ragazza abbia le idee abbastanza chiare su quello che non le piace. Qarta mjaftueshëm për atë që nuk i pëlqen. Ha una giusta determinazione nel voler proseguire un sogno. Përcaktim, një vendosmëri të duhur për të ndjekur një ëndër. Che però secondo me difficilmente si avverrà perché por që sipas me vështirësi mund të realizohet. Le manca il fuoco dentro. Sepse i mungon zjarri brenda. Però sa essere critica al punto giusto. Por ama di të jetë kritike në pikën e duhur dhe unë më duhet të mendohem pak. Unë të shoh më shumë Elona si një aktiviste të drejtave të njerëzit, si një pjesëtare dhe një shoqërisë civile. Lajmi është akoma më i drejtë për drejtë. Lajmi nuk është vetëm fushat sensibilizuese. Në radhë parë është informim, pandej është dhe edukim, patjetër dhe sensibilizim, por mbi të gjitha është informim. E ke të zhvilluar pjesën sensibilizuese, nevojën për të qenë edukues, por tek pjesa informues nuk ta shoh atë shkëndijën e njeriut që me intuit, me instinkt, me një vullnet fort, vendosmëri, këmbgulje, sakrificë, e sjell tek publiku. Këtu sapo shpërthimi ka rreth 3-4 minuta që ka ndodhur, shohim që te makina nuk ka më xhamat janë diku me një vend tjetër. Xhamat janë nga trotuari te kalimtarët, në makinë nuk ndodhet asnjë njeri përveç gjakut të shoferit i cili është larguar me shpejtësi me ambulancë. Avanti! Tjetri! Tjetra! Ja, kjo është kështu, sa mirë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e the? Përshëndetje. Përshëndetje. Eglantina Rica. Atëherë, unë jam 21 vjeç, jetoj në Tiranë, me origjinë jam nga Laçi i Kurbinit. Kam vitë këtu në Tiranë me familjen, unë studioj për inxhinieri tekstile, që ka të bëjë me modën. Dhe besoj se fusha televizionit është diçka që, dhe dega që kam, inxhinieri tekstile ka të bëjë me fashion, edhe televizori është diçka që jo më përket, por është edhe dega që po bëj dhe dua ta ndjek këtë rrugë. Eglantina, cos'è successo a Laç durante le elezioni? Eglantina, çfarë ndodhi në Laç gjatë zgjedhjeve? Ma asgjë, qetësi. Fuori. Eglantina. Fuori. Eglantina. Io non continuo più. Unë nuk vazhdoj më. Eglantina, edhe sepse e the në fillim, po kërkojmë gjë tjetër. Jemi vërtet tek stofi, po jo për ta qepur. Besoj kuptova. Po kërkojmë të falin e lajme. Falenderojmë që ke ardhur. Faleminderit Eglantina. Do të shihim ndoshta herë tjera. Përshëndesim. Okej, ka kaluar një kohë e gjatë
ora shënon 19:25. Kemi vërtet akoma shumë punë përpara. Juria do të pres akoma dhe të tjerë konkurrentë, sepse është dita e fundit, është dita e 10 e audicioneve. 10 ditë me sa duket për shqiptarët nuk kanë qenë të mjaftueshme për të garuar dhe për të qenë pjesë e këtij spektakli. Të gjithë duan. Kanë ardhur nga Kosova, kanë ardhur nga qytete ndryshme të Shqipërisë, nga Fieri, Gjirokastra, madje kanë ardhur nga Berati, kanë ardhur edhe gazetarë, të cilët janë aktualisht në mediat e tjera, në televizionet e tjera, punojnë aktualisht në këto media, por duan bëjnë pjesë e stafit të Agon Channel. Askush nuk ja mohon këtë të drejtë. Askush nuk ja mohon mundësinë e garimit. Dhe ata janë vërtet disa të mirë, disa në fakt na bën përshtypje, nuk kanë kapacitetet e duhura për të qenë pjesë. E po, fundit, kjo është gara, kjo është sfida. Kemi akoma shumë punë, juria sot është e raskapitur, por, si gjithmonë, e kënaqur. Nuk e di pse kënaqen kaq shumë këta të jurisë tonë, po, paktën kështu thonë. U kënaqja shumë, u kënaqem shumë, po, u kënaqem. I kuptuat vetë se kush janë personazhet e jurisë, kështu që ne shkëputemi vetëm për pak qase dhe rikthehemi sërish me audicionet e ditës së fundit, dita e 10. Jam Ardit Reçi, 26 vjeç, studioj për gazetari, s'kam marrë akoma diplomën viti fundit, kam dhe i provim me Irisin. Kam pas një eksperiencë pune te Kanali 7, te Tringu, për rreth 11 muaj, derisa u shkurtu stafi. Gazetari politikës. Me ato 11 muaj që kam punu në politikë, për mua është fusha më monotone e gazetarisë. Domethënë, kur kam fillu dhe kur zgjodha gazetarin, që nuk ideja ime ishte gjithmonë të këto fushat e argëtimit më shumë, se sa tek seriozet. Absolutisht ëndra ime madhe kur isha i vogël ishte te sporti, se ndodhemi Artion këtu tek vendqendrimi i ishte përdjekur politik, ku po zhvillohet dhe greva prej 6 ditësh tashmë. Gjendja e grevistëve është pak e rënduar, kanë filluar të ndihen shqetësimet e para, me gjithë apelin e atyre e grevistëve për të dëgjuar, asnjë nga përfaqësuesit e qeverisë nuk ka ardhur deri më tani, ka pasur vetëm disa përfaqësues të opozitës dhe të aleancës kuqezi që kanë ardhur dhe kanë folur dhe bashkëbiseduar me grevistët. Nuk e di, unë urrej punën e zyrës, nuk mund ta përfitoj veten mbyllur gjithkohës në një ambient. Pastaj se çfarë bëjmë jashtë zyrës, mjafton që ta kem qef. Po, për qenë i pari në lajme. Në lajme, po. Më thuaj një të parë në lajme për ty. Kush është i pari i lajmeve? Në Shqipëri ose ndoshta edhe në botë? Shkoj edhe më tej. Dëgjove sa mirë. Isha unë. Mendoj, jo për faktin se të kam përballë, po për faktin se ke një stil të veçantë. I kam porositur Artionin, janë paguar të gjithë. Atëre, mirë, jo, më pëlqen që thua që është Nila e para në lajme. Ti të pëlqen të japësh lajme? Më pëlqen çdo gjë që ka të bëjë me ekranin. Me ekranin? Gjithçka. Gjithçka. Që do thotë, je gatshme tani të shkosh, ka ndodhur përmbytje në Shkodër, po përmbytet po bëhet nami. Je gati të veshësh një palë paliçeta, mira dhe një palë çizme dhe të hysh dhe të më raportosh nga Shkodra. Je në mes të ujit, fillo raportimin. Po, ndodhem këtu në Shkodër tani, është një gjendje skandaloze, të gjitha shtëpitë janë të përmbytura, banorët janë të alarmuar, kjo gjendje nuk është hera parë që ndodh, ka disa kohë që vazhdon, çdo vit përsëritet dhe asgjë ende nuk është zgjidhur. Me gazetarin nuk e patur. Jo. Si është e vete në këtë reality? Do jeni rreth 20 apo 30 veta, të gjithë së bashku të ndarë në skuadra. Ti çfarë do bëje? Si është e vete në këtë reality? Nuk e di si janë të tjerë. Në atë moment do më lindin idet se tani po të them diçka, është diçka, do e them kot, kupton, atje është do më vinë në moment diçka dhe më e mirë akoma, ndoshta edhe më e keq, nuk e di. Idealane është nëse do vije sot në mbledhjen e mëngjesit, çfarë do propozoje për temë? Në mbledhjen e mëngjesit? Po, me gazetarët për një temë. Një temë që ti do ta propozoje. Që del Sonila dhe është më e mira, është e para. Unë jam nga Fieri dhe pres që për Fierin të bëhet diçka, se ka kaq vite që Konkrete, çfarë? Konkrete, unë kam dëgjuar që do prishin ndërtesat që janë anës Gjanicës, Lumi Gjanica, deri lart te spitali është mbushur komplet me ndërtime pale. Dhe ajo është pjesa më e bukur që i përket qytetit Fierit, dhe nuk e kuptoj pse nuk po vjen ende ajo ditë që të prishen. Në një farë mënyrë jo të prishen ato, po të hapet ambient për njerëzit që kanë shumë nevojë. Ky është një lajm i ditës sotme. Për pleqt, për rinin, për fëmijët, në Fier nuk ka asnjë ambient. Iku një lajm.
Dita e sotme. Nesër përsërim ne edhe në orën 8 mjesit, Sonita thot, dua një lajm për në orën 8. Lajmi 2 të joti? Të shtrydhi sa i mirë. Lajmi 2 të imi, të shkoja në Vlorë që fja njerë që po bëhe, se mi shoh prishën, po qa do ndërtajmë tani. Sa është çmimi aktual i biletës urbanit? Pse di? Nuk e di. I urbanit, tani. Po, çmimi i biletës. Thanë që do bëjnë 700, po ende s'është vendosur në shkurt nxirret kjo domethënë. Në shkurt 700 ose 500 varet, po sa është tani aktuali? 700 sepse është rrit karburanti, nuk del. Dakord problematika, tani sa është aktuali? Tani është 300. Që ata ngrenë një pretendim që nuk na del të mbulojmë shpenzimet, pagat e shoferëve e tjerë. Tani është 300. Okej. 300, faleminderit. Fiorida, unë jam për të ta dhënë një shans. Faleminderit. Më pëlqen se ke një kuraju, ke një formim të përgjithshëm, duke patur parasysh që ke studiuar farmaci. Nuk e di, prisja që diku të më fliset e për ndonjë temë që ka të bëjë. Formulën kimike të hexaklorciklorhexanit? Jo? S'më vjen tani. Nuk të vjen. Ku ka vitaminë C më shumë? Te portokallet e mandarinet. Në rregull, në rregull. Elementi fundit në tabelën e Mendelejevit? Si? Elementi fundit në tabelën e Mendelejevit? Agam, nuk asë. Jo. Nuk ka shans. Po formula kimike e ujit, si është? Më blokuat fare. Nuk të blokuan fare. Shiko, Fiorida, në gjithë të histori... Kjo është dek që unë e kam bërë, po jo, domosdoshmërisht ka qenë e preferuar ime. Unë kam shumë shoqëror. Sigurisht ke vajtur sa për thënë. Ke vajtur sa për thënë. S'do ta thësë, ndoshta ju do më zirni në televizion edhe i jo, ti ke ardhur në radio, çdo që të ndjej në televizion. Dori pozitivisht, po pash një gjë tjetër sa e mirë. Domethënë, e gatshme për të nisur, po. Mos prit shohësh gjë tjetër, le shtot ajo dua një shans. Shansin, kjo ishte maksimum. Merrmeni ose lërmeni? Kjo ishte ajo. Megjithatë unë mundojmë ta imagjinoj në punën në grup, në skuadër, ku do caktohen detyrat, sigurisht secili prej tyre do ketë. Edhe jam i sigurt që do thotë, po jo këtë mua, më jepni atë tjetrën. Jo, unë nuk e di pse mendoj që jo, është e kundërt. Sirma. Çelaj, po. Mi spieghi una cosa, voi Më shpjegoni diçka. Duhet më shpjegoni diçka që se kam kuptuar këtu. 80 concorrenti. Pam 80 konkurrent. Po nuk ka njëri që ta ketë emrin njësoj si tjetri. Manco uno. Po as edhe një. Janë brezi i pas viteve 90 ku shpërtheu fantazia. Jemi variabël si popull, jemi variabël. Shpërtheu fantazia. Sirma. Pietro, Giovanni, Giacomo non ce l'avete. Ju Pietri, Giovanni. Gazetaria? Giacomo nuk i keni apo? Bukur. Bachelor. Është gazetar. Bachelorin? Po, Okej. Atëherë, me ty ndryshojnë gjërat e tash. Shpresojmë për mirë. Sirma, na bëj një stand-up përpara një pallati që ka shpërthyer flaka ku zjarfiksia nuk hyn dot. Okej. Përshëndetje të gjithëve, jemi këtu si që shini pranë ambienteve të godinës që sa po ka shpërthyer, nuk dihen ende motivet se cili ka qenë shkaku i shpërthimit, si që shini dhe vetë flakët kanë pushtuar gjithë pallatin, njerëzit janë të trembur, kanë evakuar banesat, janë larguar, shohim frikë gjithandej, shohim se... Zjarfiksja. Po, zjarfiksja po bën punën e vetë, megjithëse është shumë e vështirë, sepse ndërtesa është shumë e lartë, janë 20 kate dhe normalisht është shumë e vështirë që të fiken flakët, por po shohim që pak nga pak gjendja po normalizohet, pak të nuk ka ende, me sa na është konfirmuar dëmtime në njerëz. Do me thënë nuk ka ende njerëz të pakten që të kenë humbur jetën, përveç dëmeve materiale që domosdoshmërisht janë të konsiderueshme. Kush është lajmi më i rëndësishëm nga këto gjithë që më dhe, ose në dark, kur të vish dhe të bësh tekstin e kronikës, me çfarë fjalie do ta nisësh? Lajmi më i rëndësishëm do jetë, do ketë dëme njerëzore ose jo? Irma. Po. Come si chiama il presidente francese? Si e ka emrin presidenti i Francës? Ata që jashtë. A flitë tani jashtë? Tani jashtë, emri François Hollande është këtë kemuri, a gote François Hollande. Allora, io lo spiego anche lei. Në shqip. Dakor, më falni. S'ka problem. Okej, atëherë jo shpjegoj, jo sepse ma thanë ata aty, por unë dëshiroj frëngjishten, e dëshiroj Francën dhe kam informacion deri diku, domethënë sepse studioj. E dashura e presidentit francez për cilin shkatruhet e marrëdhënia. Valérie Trivelair. Jo, e dashura. Valeria është partnerja. Emri nuk e kam fiksuar asaj sepse nuk është bërë Të akoma. dashurat nuk fiksohen gjithmonë. Të dashurat nuk fiksohen. Atëherë, si quhet në Francë? Nuk është bërë akoma dama e parë. Come si chiama in Francia il leader storico del fronte Udhëheqësi historik i frontit nacional fashist. Mos më shgënjeke kjo, të lutem. Emocionet. Jo, nuk po më kujtohet. Aeroporti mban emrin e tij.
Jo, sa i mirë në e bërë dëgonin fashist, dëgonin e fashisti. Kundra. No, fronte fashiste. Mos më ngatroni. Nacionale. Është fronti nacional. Nuk kam kuptuar pyetjen. Okej. Mirë, më thoni jo, se iki, unë se ka problem, thoni jo mua. Ciao. Iki. Le Pen, po. C'è l'aeroporto di Le Pen a Parigi. Aeroporti di Le Pen në Paris dhe aeroporti Hitler në Berlin. Sirma. Se është e lodër Sirma. Passiamo dalla Francia all'America. Come si chiama? Idhemi në Amerikë nga Franca. Si e ka emrin zëvendës presidenti amerikan? Zëvendës presidenti amerikan... E bëra iq mirat e stand-upit të shkretën... Po sekretari i shtetit. Sekretari i shtetit... Po kam ka që emra në kokë që mua nuk më... Thua njëri për tyre, se mund tjetë aji... Shiko, t'ju shpjegoj një gjë, pavarësisht... Justin Timberlake, ja. Jo, ende. Senti, dove hanno arrestato Justin Bieber recentemente? Ku e arrestuan Justin Bieberin... Në Kanada në mos ka po në Amerikë? E cosa vogliono... In Canada o in America? Në Kanada po në Amerikë? Ku? Në Kanada. Në Kanada arrestuan Justin Bieber, po pësoja për shkak të emrave të këtyre, unë me thënë të drejtë nuk i mbaj mirë mente emra. Unë si quaj, moj vajzë? Po, përveç teje. Kjo goca, ku si quaj? Tani më vjen kjo, që unë jam përballë juve dhe mos i di emrat. Po flasë për njerëz shumë të largë, do me thanë. Po Vox Populo? Po. Dëni popullit, po. Serma dhe një pyetje të fundit. Serma, a? Sirma. Sirma. Jo me doa si ishe Serma dhe thotë dësha me të pyet, a keroni e mësysh? Po gjithsesi është nga turqishtja Sirma, do me thënë. Po përndaj. Sirma, okej, Alessio Vinci pati një lëkundje cerebrale dhe vendosi një pjesë e neuroneve të ushqetë të tjera me përgjigjen po nga ndoshta. Jam shumë e lumtur. Ne si amerikanin e vetëm që kemi në ndërmarrje respektoj. Jo, unë kundërshtoj me forcë. No, sa perché? Unë të kundërshtoj me forcë. Kam seriozisht. Unë të kundërshtoj. Con la forza? Me forza? Thuaj mendimin të se pasaj të mundimin. Perché sa parlare di fronte alla telecamera? Sepse ditë flasi për balë telekamerës. A carattere. Abbiamo avuto gente qua che non sapeva neanche dire il suo nome e cognome davanti alla telecamera. Thonin as emrin e mbiemrin e tyre para telekamerës. Guarda che stare davanti alla telecamera. Se të rish para telekamerës, duhet një farë aftësie. Unë isha që në fillim për po, a i tha ndoshta. Tani thot ai po, ti duhet thuash ndoshta. Në rregull, Sirma. Sirma, dorëzo mikrofonin, edhe do të presësh telefonatën tonë për të marrë pjesë. Dhe mos u shqetëso nga konfliktet e brendshme, si në çdo shtëpi dhe ne kemi tonat. Mos u shqetëso. Zonja e zotri, kaq. Përfunduan 10 ditët që Agon Channel, stafi amerikan i pari në lajme, vuri në dispozicion për të gjithë shqiptarët që duan të bëhen gazetarë. Për gjithë ata që duan të bëhen pjesë e Agon Channel. Tashmë gjithçka ka përfunduar. Audicionet kanë përfunduar dhe do t'jenë vetëm 30. 30 do t'jenë ata të cilët sot në mbrëmje në orën 21, drejt për drejt në Agon Channel do të nisin garën për të bërë amerikani i pari në lajme. Ne do të takohemi së bashku sot në mbrëmje në orën 21. Shihemi në spektakël.